policisë. Ja, rrugën e cilën po shkojna, drejt villave, me përcjelljen e policisë, nga katastrofë. Atëherë jena diku në anën tjetër të Ujmanit. Për momentin shikoni rrugën si kena të shku. Përpara kena policinë e Kosovës, po na çoi drejt e vendit ngjarjes. Shënë rrugën për pak. Okej. Ja, në pjesën çto. Rrugën e të cilën të çon tek villat e demoluara nga shteti. Deri tash këtu nuk ka shku asnjë media. Deri këtu tha policia na përcjellën, faleminderit shumë. Janë të bashkë të Ujmani. E tash ta vazhdojnë kësaj rrugës së sajde. Çore, ku na do vazhdojmë? Edhe që sa dedikon janë ato villat. Këto 11 villat që janë prish, e që janë të shkush tash me i pa, janë konë villat e ndërtuar me shumica që kanë pronar të villave si jo tokës, janë konë zyrtarë të listës serbe. Mas saktësisht dy prej tyre thuhet që i kanë taku edhe nën kryetarit të tanishëm të listës serbe. Por rënimi i tyre villave ka shkaktuar një farë debati tek komuniteti ndërkombëtar. Ambasada e Britanisë, zyra BE-s në Kosovë dhe ambasada e Gjermanisë kanë thënë që qeveria e Kosovës do të me pas pak më shumë kujdes në shkatrimin e këtyre villave. Opa, se një farrugë jo qaq e mirë, shtrejër, kujdes. E tash në që të farrugën këtë anën e kondër të Ujmanit, janë ato villat. Se ku janë? Pa i të gjetë, ty i beselja. Që kjo është rruga për ndryshë që të qanë deri të ato villat. Tash goxha rrugë e frikshme, kështu. Ama dikon të sajde janë. I gjetëm. Që shtë janë villat që i kanë shkatru. Që është të jeshet, ja? Hajde, kena me shku direktet, ja? O, këtë jam syti shkafit, ja e bë, ja heq. S'kave që më nalë kërkosh. Qysh me shku të qëto villa? A kena kombin mirë? Hajde. Let's go. E ta këshirëm që tje qysh me shku se. Që tje shkon shumë interesant. Qënë që të villa të njëre. A më në shtrejër, qysh me jabo? Qëre me hitë sajde, dika, e me shku që të njëre ka pjesë që njëre. Ha? E provojna, se për ndryshë s'ka. A në ashtë pak në vazhdu poshtë? A jo sa njëne, kem të hitë të reka. Me shtrejër e më të foli, nuk kem të foli me juve. Përshëndetje. Përshëndetje, si e? Ato villat atje ku i kanë shkatru, do të me hitë, që sa hajde e krejt. A je gati shtrejër me rreziku veten? Hajde, let's go. Okej. A vetë një mu shtrejra jo? Dobre, si god? O, të shani sa i një. Dok, zanen? Nej, kako si? Nije mora, nije komšina. Komšina, a? A, okej. Ja sam Mitrovica, ovaj tu komšina dvojci. A, okej. A, okej. A, peshk. A, okej. Good. Hajde, tu që është ti? A, dobro? Kako si? Dobro. A, okej. Okej. Dobro si. Hajde, hvala. Ditën e mirë. Hajde.
O, ja kena me shku, jas. Kom me ditë qabanat. Let's go. Edhe kam jenë, shti? Fokusova ma shumit.